kemi kërku që të kemi ftesë zyrtare, cilën ne do ta diskutojmë mrena struktura o Partisë Demokratike të Kosovës, në kryesi dhe në këshill drejtues. Ne nuk kemi marrë ftesë zyrtare. Ftesë formale zyrtare nuk kemi pranuar. Nuk ka qenë aqeron se ne dim nuk është moti, para 5-6 muajve vazhdimisht i ka dërgu letra Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk e kemi një ftesë tillë. Ne bazuar në këtë gjendje e kemi ftu këshillin drejtues. Kemi dhënë kohë të mjaftueshme që zoti Kurti t'i ban përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Sigurisht se ka pas prioritete tjera. Dhe sot ka qenë ftuar para disa ditë më lidha këshillit drejtues, sot kum pranu ne komunikim nga zoti Kurti në WhatsApp ku Partisë Demokratike të Kosovës ja ban një ofertë. Oferta është kjo, që deputet e Partisë Demokratike të qëndrojnë sallë, të votojnë dhe si rezultat i kësaj Partisë Demokratike i ofrohet, jam shumë korrekt në interpretim, i ofrohet posti i kryetarit të kuvendit me një lloj ndryshimi që vetëvendosës me i kalue pozita e nën kryetarit kuvendit cilën aktualisht e ka Partia Demokratike e Kosovës. E para kjo është serioze, sepse kryesia kuvendit është e konstitume, kuvendi është i konstitum, janë zgjedhur, janë të votuar, nuk e kemi kontestu këtë çështje, nuk jemi të fol për kryetarët kuvendit, nuk jemi shku as me lyp pozit për veti, as për ndonjërin prej antarëve të Partisë Demokratike, kemi shku që vendit me i dhënë institucione dhe stabilitet institucional edhe politik. Dhe e dyta, kjo fare nuk është serioze, dhe treta që shumë e rëndësishme nuk është as kushtetuese. Për shkak se kushtetuta edhe rregullorja e punës kuvendit është e qartë. Kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar të dalur nga zgjedhjet e fundit. Tash grupi ka një kandidat është në drejtën e tyre, po atyre ju takon. Dhe votohet në kuvend. Ndërsa nën kryetarët janë përfaqësues politik të partive politike. Dhe në këtë rast, domethënë, nuk është e mundshme që kjo të bëhet as brenda kushtetutës dhe normalisht që nuk është as pak serioze, shihet qartë që zoti Kurti me deklaratat e tij prej fillimit ka punuar në drejtim që vendin me çun zgjedhje. Ju kujtohen mirë. Fillimisht kuvendi, pastaj qeveria, pastaj do ligje e presidenti. Zoti Ramza, një pyetje. Kur bëhet? Kurti sot ju ka akuzuar juve duke thënë që na nuk kemi pasur dy emra nga kryetari Hamza dhe se ne nuk mund të votojmë blanko as në lëvizjen vetëvendosje, ata nuk kanë dëshiruar të na japin dy emra. A është e vërtet kjo apo a është e qartë që deklarova? Besoj shumë e qartë. Që akuzuar juve. Shikosh punë tina që ka thonë ai. A shekit so serioze është prej asojna ku kam rri. Kam rri ofertën për kryetarët kuvendit me një kembim, një farë transakcioni, një farë pazari politik me në kryetarin e kuvendit dhe nuk është kjo punë emra, është punë parimeve, punë marrëveshje. Mi dho vendit institucione. Dhe gjithmonë këtë përgjegjësi i ka takuar dhe i takon partisë fituese. Edhe në kaluarën ka qenë kështu. E dim rastin e zgjedhjeve të para ku presidenti Rugova e ka dhënë postin e kryeministit, kanë pas marrëveshje politike, rastin e dytë prap, e gjithmonë kështu vazhdimisht që partia fituese i ka dhënë vendit institucione. Kolegë, me kuptimin e ju kemi me shku në emision. Na vim duhet me lëviz. A do të kishte pranuar Partia Demokratike me një marrëveshje me vetëvendosje nëse oferta një? Ja, unë nuk po hi në çështje hipotetike, situatave hipotetike. Unë po e flas ato që ne kemi pranu, kjo është ajo që ka ofruar zoti Kurti. Vendimi i Këshillit Drejtues është i qartë. Normalisht ne kemi diskutuar këtë çështje edhe në kryesi, po për hir demokracisë brendshme, respektimit statutit të Partisë Demokratike të Kosovës, e kemi thirrë Këshillin Drejtues, kemi debatuar gjerë e gjatë dhe në fund është kjo deklaratë politike që për me përmbyll shkurt për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është përmbyllur dhe ne i urojmë partisë fituese sukses në zgjedhjen e presidentit
me 98 deputet të tjerë të Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Jo, preferenca s'ka këtu, nuk është çështje preferencës. Ne kemi deklaruar dhe ju kemi përmbajtur gjithmonë zbatimin dhe respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i qartë kristal edhe sa i përket afateve të shkulljes në zgjedhje dhe ne insistojmë, kërkojmë, presëm, nuk ka kur fa logjike tjera as arsye që zgjedhjet të organizohen mbrana afatit i cili është i specifikuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Faleminderit shumë.